përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Seanca e fundit plenare kësaj legjislature e shoqëruar me tensione dhe përplasje përpara kuvendit. Pas përshkallëzimit të protestës, forcat e policisë së shtetit dhe protestuesit u përfshin në përplasje të përsëritura. Tensione para kuvendit gjatë protestës së kësaj të enjte. Situata para kuvendit të Shqipërisë u përshkallëzua teksa protestuesit dhe forcat e policisë së shtetit u përfshin në përplasje të përsëritura pak para nisjes së seancës së fundit plenare të kësaj legjislature. Pas hedhjes së vezëve, domatëve dhe sendeve tjera në drejtim të efektive, policia ndërhyri për shpërndarjen e turmës duke përdorur ujë me presion dhe spray me piper. Sipas mediave, një efektiv policisë mbeti i lënduar gjatë përplasjeve, më pas u raportua se edhe 2 policë të tjerë pësuan lëndime. Po ashtu një protestues është lënduar nga një gur në kokë të dërguar drejt autoambulancës. Protestuesit, të cilët ishin mbledhur përpara godinës së parlamentit, arritën të heqnin një pjesë të gardit metalik të vendosur nga policia për sigurimin e perimetrit. Gjatë protestës u dëgjuan thirrje si deputet Frikacak, ju erdhi fundi i parlamentit krimit e të tjera, ndërsa protestuesit kërkuan dorëheqjen e kryeministrit. Protestuesit përpoqen të bllokojnë disa prej akseve kryesore të rrugëve duke mos lejuar kalimin e mjeteve. Policia e shtetit kishte marrë masa të forta sigurie për zhvillimin e seancës plenare, duke rrethuar kuvendin me gardë metalik në një perimetër më të gjerë se në protestat e mëparshme. Në zonë u dislokuan dhe forca të shumta e policie, përfshirë parte Shqiponja, ndërsa pranë parlamentit u vendosën edhe autobot me ujë në gatishmëri në rast të përshkallëzimit të situatës. Për shkak të masave të sigurisë, hyrja në zonën e rrethuar u kufizoi jo vetëm për qytetarët dhe automjetet, por edhe për përfaqësuesit e medjave. Në Vlorë, problemi i depozitimit të mbetjeve në godinat e braktisura vijon të mbetet pazivje. Sipas banorëve në lagjen 28 nëntori, situata vazhdon të jetë shqetësuese, pavarësisht kronikave të transmetuara më herët në Blu Televizion. Problemi i depozitimit të mbetjeve në godinat e braktisura vijon të mbetet pazivje. Në lagjen 28 nëntori të qytetit të Vlorës, situata vazhdon të jetë shqetësuese, pavarësisht kronikave të transmetuara më herët në Blu Televizion. Banorët shprehen se deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, në brendësi të godinave janë grumbulluar mbetje të ndryshme, ndërsa frika për praninë e zvaranikëve dhe kafshëve të tjera të rrezikshme është gjithnjë më e madhe, duke përbërë një kërcënim serioz për banorët e zonës. Një tjetër shqetësim është fakti se këto godina shfrytëzohen nga konsumues të lëndëve narkotike, të cilët lënë pas mbetje dhe ndotje. Sipas banorëve, kjo situatë rrit rrezikun për përhapjen e infeksioneve dhe krijon pasiguri për komunitetin. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se mungesa e veprimeve deri më tani tregon neglizhencë ndaj një problematike që kërkon zgjidhje urgjente. Çfarë diskutojmë? Këtu është bërë mbeturinë e gjithë. Nuk ka ku të qash. Janë mikrop i gjallë. A e kupton mikrop i gjallë? Sëmundje. Këtu s'ka shtet të vërdorën, aty kanë një shtëpi të vjetë që vinë ata drogaxhit, ç'na bëjnë atë maslani gjë pa bërë 7 veta. Ja fresh do të më kanë çelësim, bursi që qelbën. Nuk e beson. Ore duhet hequr, duhet pastruar, duhet bërë gjithçka. Dhe të botën nuk ka kështu, se u kam mbledhur, se nuk se vide këtu dhe kam qenë, po kështu nuk ka në mes të qytetit të besë kështu. Uri këtu, tashi, këta erdhën bën këto të voglat, punët e mëdha, nuk i bëjnë dot. Problemi është se këtu futen drogaxhit gjithë. Këto vinë era, kalon të zësh undët. Unë tashi e kam vënë këtë dritën, se këtu ka qenë errësirë fare. Po. Tashi ma bëri ai elektricisti, bravo. Sa po kanë këto mbeturinat këtu? Këto kanë po bëjnë afro 20 vjet. Për mbetorinat këtu ka që kur kanë ikur banorët. Ikën banorët, këto u bën depo. Ata erdhën pastruan këtu, e lanë shikoj god çafere, çafere. Çafera është që këtu është një 10-15 metra. Cili është miraku juaj? Ka zvaranik ka gjarprin, dalin gjarprin, po shumë rrezik. Kalon fëmija tek e piskoj të këma. Iku vajti spital, mbaroj. Vinë për t'i hequr në njërë të mbetorinat? Asnjëherë nuk kanë ardhur. Po si ore, jemi ankur e per rrugën asfaltin atje, tu bote qara, janë nga i uj na vinë edhe. Vinë, i regulojnë tu bote qara, për 2 muaj prishen prap.
Ato tuboqet e qara kanë 20 vjetë. Po shumë e rrezikshme, ju nuk e shikoni që këtu është e rrezikshme? Shumë e rrezikshme është. Na ndihmoni e çoni atje te bashkia, të viti shikoj. Ti vëri muret paktën këto dritare ti zëri. Ti zëri ja 20 lloqe doja. Edhe kjo këtu 20 lloqe janë private. Megjithatë do të gjetur një zgjidhje privat, shtet çfarë do të ketë do gjetë për juve. Po, janë private këto. Unë këto i kam të mia. Situata në lagjën 28 nëntori vijon të mbetet shqetësuese dhe rrezikshme. Prej vitesh nuk është bërë asnjë ndërhyrje për pastrimin e mbetjeve të grumbulluara në godinat e braktisura. Kërkojmë që institucionet të reagojnë sa më parë, pasi kjo situatë rrezikon shëndetin dhe sigurinë e banorëve. Bashkia e Vlorës ka nisur zbatimin e vendimit për vendosjen e tarifave në disa prej parkimeve publike në qytet. Kështu, qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe turistë huaj, prej këtij sezoni veror do të duhet të paguajnë tarif edhe në parkimet publike në qytet. Qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe turistë huaj, duke nisur prej këtij sezoni veror, do të duhet që të paguajnë tarife edhe në parkimet publike në qytet. Kjo për shkak se disa prej parsheve publike janë kthyer me pagesë. Bashkia e Vlorës ka nisur zbatimin e vendimit për vendosjen e tarifave në disa prej parkimeve publike. Parkimi në Ujin e Ftohtë, ai në Pyllin e Sodës, janë kthyer me pagesë. Në Vlorë, disa prej parkimeve më të mëdha publike në qytet janë kthyer me pagesë. Zbatimi i pagesës ka nisur në fakt në sezonin veror në periudhën kur qyteti ka më tepër pushues vendas dhe të huaj. Pagesa për parkimet mund të kishte nisur edhe më parë, por është zgjedhur pikërisht sezoni veror, qëllimisht për të arkëtuar më tepër. Kjo gjë sigurisht që rëndon xhepat e qytetarëve vlonjat, por edhe pushuesve në një kohë kur Vlora nuk ka parkime, duhet të paguajnë edhe ato publike. Pagesa ka nisur të zbatohet në sezonin veror në kohën kur këto parqe frekuentohen më tepër. Atëherë kur qytetarët dhe pushuesit e kanë më të nevojshëm parkimin, duhet të paguajnë me qëllimin e qartë që pushteti të arkëtojë më tepër. Kjo gjë sigurisht që rëndon në xhepat e këtyre të fundit. Tarifat e parkimeve publike janë njësoj si të privatit, ku 1 orë parkim kushton 50 lek, 2 orë 100 lek, 2 deri në 5 orë 200 lek, 5 deri në 8 orë 300 lek, 8 deri në 12 orë 400 lek dhe 12 deri në 24 orë 500 lek. Vlen të theksohet se pavarësisht vendosjes së tarifave, në këtë parkim mungojnë investimet. Efektet e konfliktit në lindjen e mesme vijojnë të reflektohen në çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së Bordit të Transparencës, çmimi i naftës në vend ka arritur rreth 206 lek për litër. Mësohet se pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësitë e rikthimit të Bordit. Efekti i luftës në lindjen e mesme vijon të reflektohet në rritjen e çmimit të karburanteve në tregjet botërore, por tashmë edhe në atë vendas. 1 litër naftë në tregun shqiptar tregtohet me 206 lek për litër, një rritje e cila pritet vijojë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Prej datës 17 qershor, kur zhvilluar mbledhja e fundit e Bordit Transparencës, karburantët kanë mësuar një rritje në rreth 19% në tregun vendas. Ndërkohë, referuar edhe informacione nga Ministria e Financave, pritet që javën e ardhshme të ketë një mbledhje të këtyre fundit për të vendosur rikthimin ose jo të Bordit të Transparencës. Efektet e konfliktit në lindjen e mesme vijojnë të reflektohen në çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së Bordit të Transparencës, çmimi i naftës në vend ka arritur në rreth 206 lek për litër. Kjo rritje pritet të vijojë edhe në javët në vazhdim, duke u referuar zhvillimeve dhe tendencës së çmimeve në tregjet botërore. Sipas të dhënave që nga vendimi i fundit i Bordit të Transparencës i datës 17 qershor, ku nafta tregtohej me 176 lek për litër, çmimi është rritur me rreth 19% brenda një muaji. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije se gjatë javës së ardhshme pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësinë e rikthimit të Bordit të Transparencës. Ky opsion do të merret në konsiderat vetëm nëse çmimi i karburantit vijon të mbetet mbi 200 lek për litër. Nga ana tjetër, shoqata e transportit u ka dërguar një kërkesë institucioneve përgjegjëse për shtyrjen e afatit të skemës së subvencionimit për shkak të rritjes së kostove të shkaktuar nga shtrëngtimi i naftës. Ndërkohë, situata e tensionuar në lindjen e mesme vazhdon të ndikojë në luhatjet e bursave ndërkombëtare të naftës. Sipas të dhënave të platformës Investig, çmimi i një fuqie nafte Brent ka arritur në rreth $95. Pas një periudhe qetësimi kur çmimi i naftës Brent dukej se po stabilizohej, zhvillimet e fundit në rajon kanë rikthyer presionin mbi tregjet ndërkombëtare, duke rritur pritshmëritë që çmimet të mbeten të larta dhe në ditët në vijim.
Dyfishimi pagesës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe njohja e periudhës së shërbimit si vite e kontributi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për ndihmësit dhe familjarët, masat kryesore të paketës së re sociale të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Dyfishimi pagesës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe njohja e periudhës së shërbimit si vite kontributi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për ndihmësit edhe familjarëve. Këto janë dy nga masat kryesore të paketës së re sociale të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 4 vendime të miratuara parashikojnë lehtësime për personat me aftësi të kufizuar, familjet e tyre dhe ndihmësit personal. Dyfishimi pagesës për mbi 10.000 fëmijë me aftësi të kufizuar hyn në fuqi me efekte financiare nga një korriku dhe synon të ndihmojë me barrën ekonomike të familjeve, si dhe të mundësoj më shumë mbështetje për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve. Kjo rritje do t'i kushtoj buxhetit të shtetit këtë vit një shtesë prej 750 milion lekësh ose rreth 8 milion euro. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me procedurat administrative. Në rastet kur afati i përfitimit është disa vjeçar, nuk do të jetë më e nevojshme paraqitja çdo vit e dokumentacionit mjekësor pranë komisioneve të vlerësimit. Kjo mas synon të reduktojë burokracitë dhe kostot e panevojshme për familjet. Sipas qeverisë, kjo paketë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e politikave sociale dhe një sistemi më gjithëpërfshirës që garanton më shumë mbështetje, dinjitet dhe përfshirje për personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre. Një pushues ka humbur jetën sot në plazhin e Orikumit me dyshimet e një infrakti. Sipas informacioneve paraprake, 75 vjeçari nga Tirana kishte ardhur për pushime së bashku me familjen e tij dhe sapo ka hyrë në det është ndier keq dhe ka humbur ndjenjat. Një ngjarje tragjike e shënuar paraditën e kësaj të enjte në plazhin e Orikumit ku një turist shqiptar rreth 75 vjeç ka humbur jetën pasi dyshohet se ka pësuar infrakt. Sipas informacioneve paraprake, 75 vjeçari kishte ardhur për pushime së bashku me familjen e tij, ndërsa ishte banor i qytetit të Tiranës. Rreth orës 11:30, 75 vjeçari sa ka hyrë në det, është ndier keq dhe ka dalë menjëherë drejt bregut, ku edhe ka humbur ndjenjat. Kanë qenë fillimisht pushuesit, por dhe familjarët e tij që e kanë nxjerrë menjëherë në breg dhe kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Në vendngjarje ka mbritur menjëherë autoambulanca e Orikumit, ndërsa personeli mjekësor ka kryer manovrat e reaminimit, por pa mundur ta rikthejë dot në jetë. Paraprakisht dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një infarkt kardiak, ndërsa pritet që rrethanat e plota të ngjarjes të konfirmohen edhe nga autoritetet përkatëse. Vijojnë lëvizje në strukturat drejtuese të policisë së shtetit. Andi Deda është emëruar shefi komisariatit të policisë Vlorë, duke lënë detyrën që mbante deri më tani në krye të komisariatit të policisë Shijak, ndërsa në krye të komisariatit të policisë Himar vjen Ervis Peza. Vijojnë lëvizjet në strukturat drejtuese të policisë së shtetit. Burime bëjnë me dije se Andi Deda është emëruar shefi komisariatit të policisë Vlorë, duke lënë detyrën që mbante deri më tani në krye të komisariatit të policisë Shijak. Andi Deda është një emër i njohur në radhët e strukturave ligjzbatuese. Merret ai ka drejtuar shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, ndërsa më pas u rikthye në policinë e shtetit, ku emëruar në krye të komisariatit të Shijakut. Ndryshimet në drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorës prekin dhe komisariatin e policisë Himar. Në krye të këtij komisariati është emëruar Ervis Peza, i cili merr drejtimin e policisë në një prej zonave më të rëndësishme turistike të vendit, pikërisht në kulmin e sezonit veror, kur fluksi vizitorëve dhe angazhimi i strukturave të rendit është maksimal. Ervis Peza nuk është një emër i panjohur për strukturat e policisë së Vlorës. Ai ka drejtuar më herët komisariatin e policisë Vlorë, ndërsa pas përfundimit të atij mandati ka ushtruar detyrën e këshilltarit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë. Me emërimin e ri, Peza rikthehet në një funksion drejtues, këtë herë në krye të komisariatit të policisë Himar. Lëvizjet janë pjesë e procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese të policisë së shtetit, i cili ka përfshirë dhe drejtori dhe komisariate të tjera në vend. Burime pranë policisë bëjnë me dije se procesi pritet të vijojë dhe në ditët që vijnë me emërime dhe transferime të tjera në nivele drejtuese. Kapitaneria e portit Sarand ka shpëtuar një velier me shtetas amerikan në bord, pranë Sarandës pas një defekti në motor.
Kapiteneria e Portit Sarand ka ndërhyrë pas një sinjali për ndihmë të marrë rreth orës 18:15 nga një velier e cila për shkak të një defekti në motor po afrohej drejt Sektinës. Në ndihmë u dërgua skafi kapitenerisë dhe inspektori i saj, të cilët asistuan velierën me një shtetas amerikan në bord, si dhe një mjet tjetër lundrues që kishte pësuar gjithashtu defekt. Të dy mjetet u shoqëruan drejt një zone të sigurt ankorimi. Kapiteneria e Portit Sarand u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese, të cilëve u kujton rëndësinë e kryerjes së kontrollit teknik përpara çdo lundrimi, si dhe verifikimin e gjendjes së mjeteve me qëllim garantimin e sigurisë në det. Vetëm një ditë më parë në Ksamil një peshkatar humbi jetën si rrjedhoi e kohës së keqe dhe përmbysjes së barkës në mesin e detit. Sot mësuese gjuhës shqipe në shkollat shqipe të Athinës, Lefteri Metkaj në Vlorë, në vitin 1999, u bë mësuese për fëmijët e Kosovës të mbërritur në Shqipëri gjatë genocidit serb. Gjatë një interviste për Blu Televizion, ajo sjell detajet të kësaj eksperience, që sipas saj ka lënë gjurmë të thella. Në vitin 1999, mësuese fillores në shkollën Ajin Frashëri, Lefteri Metkaj, strehoi një familje nga Kosova e cila kishte ardhur në Vlorë për t'i shpëtuar genocidit serb. Siç tregon edhe vetë, sot mësuese Lefteria u kujdes që fëmijët e familjes që mbante në shtëpinë e saj dhe në banesat përreth të mos i linte pas në mësime. Ajo krijoi me disa mësues të qytetit një klasë ku këta fëmijë të mësonin. Për gjatë ditëve të shëndrimit të tyre në Shqipëri, mësuese Metkaj tregon se ata mësuan shkrim dhe këndim të gjuhës shqipe. Ndetje, ju falenderoj përzemërsisht që sot ndodheni këtu në banesën time për të zhvilluar këtë intervistë historike, ku unë kam shërbyer si mësuese vullnetare me fëmijët e Kosovës, të cilët erdhën mbas genocidit të Serbisë që ushtruan për popullin e Kosovës. Ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe populli i Vlorës u solidarizua për të qëndruar krah popullit të Kosovës, ku i strehuan në banesat e tyre, edhe unë isha njëra prej tyre që i solla këtu në banesën time. Pasi u sistemuan çadrat në fushën e aviacionit në Vlorë, fëmijët që ishin në banesën time, 8 fëmijë me nënën e tyre, dhe të lagjes, ku kishin grumbulluar dhe familje të tjera, shkuam në qendrën të misionit Arkobaleno. Atje filluam pasaj mësimin në mënyrën vullnetare për të gjithë fëmijët. Atë kohë e kujtoj me shumë dhimbje, me një dashuri që kam punuar për fëmijët, kur shikoja që të ardhur nga Italia dhe solidarizoheshin për popullin e Kosovës, edhe neve na lindi ajo dëshira për të ndihmuar këta fëmijë, popullin, dhe atëherë shkoj te drejtori i drejtorisë arsimore, zoti Aleksandër Prifti, dhe i them që dhe neve duhet që të japim ndihmën tonë për këtë mision. Po, më thot zonja Lefteri, pa dyshim, dhe bashkë me mua në këtë mision ka qenë mësuesja e shkollës Ajin Frashëri Elisabeta Ibrahimi, ka qenë mësuesja e shkollës Musa Çakëri Sanie Zaka, ka qenë edhe një mësues tjetër, por unë tashti nuk e kujtoj. Në banesën e saj, në lagjen 24 maj, Lefteri Metkaj ka ruajtur disa nga orendit e mësimit të kësaj klase. Dërrasa e zezë, fshirësja, shkumsat, fletat e abetares, një regjistër i vjetër, siç tregon edhe vetë, kanë vlerë të çmuar për të. Këto objekte, mësuese Lefteria tregon se do ja dhuroj muzeut historik të qytetit, pasi ato i përkasin historisë së kombit, duke treguar vlerën e çmuar të mikpritjes. Ndodhemi sot në një prej ambienteve të shtëpisë tuaj, ju keni ende ato pajisje mësimore të mbetura nga ajo, apo jo? Po. Unë i ruajta me një dashuri, me një përkushtim për 27 vite, por këto materiale nuk më shërbejnë vetëm mua, po i shërbejnë edhe historisë sonë, historisë njerëzore. Kur ruhen dokumentet, kujtojnë edhe njerëzit që kanë punuar. Këto unë tani shpresoj që t'i strehojmë në Muzeun Historik në Vlorë, t'i adhuroj arkivit,
E falenderoj dhe Zotin Skënder Spahiu ku i tregua i gatshëm për të pranuar materialin. Është një me rëndësi historike, me rëndësi muzeale, tregon ngjarjet që populli i Vlorës i afroi ndihmë popullit të Kosovës, vëllazërimin. Falenderojmë edhe misionin Arcobaleno dhe popujt e tjerë që u solidarizuan me dhimbjen e popullit të Kosovës, që i dhanë shpresë, i dhanë jetë. Kujtojmë me... Ke takuar ndonjë nga nxënësit vitet e fundit? Ke pasur mundësi t'i njohësh? Janë rritur goxha mosh, po të paktën? Jo, nuk kam pasur kontakte, por këtu gjeta një dokument, një mësues, quhej Zenun Atashit, i cili më ka lënë këtu atëre një autorizim ku thotë që unë t'i rriqja pagesën, që punuam tek misioni Arcobaleno, por neve nuk kërkuam as pagesë, as një gjë, dhe mesazhi do të jap, unë do të them që fëmijët e Kosovës na treguan se mbas dhimbjes ka shpresë. Ky ishte mësimi i dhimbjes të shpresës, ishte shkolla në Çadra, ku dhe arsimi u bë një pjesë e jetës, një pjesë e shpresës. Rrëfimin e saj e mbyll me disa recitime, fjalë dhe vargje të shkruara nga nxënësit për gjatë vitit 1999, gjatë shëndrimit në Vlorë. E dashur mësuese, që më ke mësuar, dhe më në fund do të përqafoja, do të bëj një kujtim që të dua shumë dhe kujtimin tim do të marruash. Kujtim mësueses Lefteri Metkaj nga Rezarta. Fjalët e nxënëses që mi ka lënë me shumë dashuri, me shumë emocion. Mësuese e dashur, unë erdha nga Kosova, por mësuesin tim se takova. Tani në Shqipëri me mësuesen mësimin fillova përsëri. Por tani gjëra të bukura po mësoja, për Kosovën po rënkoja. Pikën lotët tona rjedhin, po Kosova do të bëhet e re. Kujtim mësuesjes Lefteri Metkaj, Lagja 24 Maj, rruga Enver Jao, numër 106 Vlorë. Dashurin dhe misionin për ruajtjen dhe trashëgiminë e Shqipes, mësuese Lefteria nuk e ka lënë as sot. Ajo është mësuese e Shqipes në disa shkolla greke në Athinë. Një koncert festiv i organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë ka ndezur atmosferën në hyrje të shëtitores lungomare gjatë mbrëmjes së mërkur. Performanca e dy emrave në MNZ të muzikës popullore, Teo Dumani dhe Lajra Kuça, u ndoq me interes nga pushues të shumt. Mbrëmjet festive në qytetin e Vlorës tërheqin vëmendjen e pushuesve vendas dhe të huaj. Një koncert festiv i organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë ka ndezur atmosferën në hyrje të shëtitores lungomare për gjatë mbrëmjes së ditës së mërkurë. Për kënaqësinë e publikut vlonjat, por edhe të huajve që shijojnë pushimet në qytet, kanë performuar dy prej emrave MNZ të muzikës popullore, Teo Dumani dhe Lajra Kuça. Publiku që ka ndjekur nga afër koncertin ka qenë i shumt, duke nisur vallen. Gentian Maka, metodisti i Qendrës Kulturore Vlorë, thot se qëllimi i këtyre koncerteve është të kthejnë qytetin në fest. Sipas Makës, ky qëllim është arritur duke parë atmosferën festive në lungomare, ku me dhjetra qytetarë dhe pushues kërcejnë dhe këndojnë së bashku këngë popullore. Si që shikoni, atmosfera është mjaft festive. Njerëzit po kërcejnë në shesh, për të falenderojmë dhe motin që iku ajo vape madhe dhe njerëzit ndjen më freskët dhe më të lirshëm. Qendra Kulturore Bashkia Vlorë në kujdesin e veçantë të zonjës kryetarës bashkisë Runa Mersini organizon çdo javë koncerte të tilla dhe ftojmë që të gjithë të jeni pjesë e këtyre eventeve festiv, të argëtohemi dhe të kënaqemi së bashku. Aktiviteti është vlerësuar edhe nga publiku i shumtë që e ka ndjekur nga afër. Qytetarët për Blu Televizion shprehen se eventet të tilla janë tepër të rëndësishme, pasi ndikojnë në krijimin e atmosferës festive në Vlorë. Ata shprehen se të tilla evente duhet të jenë më të shpeshta për kënaqësinë e publikut. Atmosfera,
Atmosfera shumë e bukur. Më pëlqen, por do kisha shumë dëshirë me që me erdhët e përfitoj nga rasti kjo. Këtu kanë shumë qenë njerëzit për të kërcyer. Dhe mendoj që ajo pusha tjetë vetë për të kërcyer qytetarët dhe turistat. Dhe është i shumë e mirë me fjalë që bashkia organizon këtë koncert kaq të bukur. Mendoj që pusha e sportit të jetë për të kërcyer. Pasi njerëzit këtu nuk kanë vend të ku të kërcejnë, urdhro. Respekt. Ka nevojë njerëzit për këto gjëra. Duhet të ketë shumë koncerte festive në qytetin. Kemi nevojë, kanë nevojë për të. Kam shumë nevojë. Pse, çfarë do? A negri? Njerëzit kanë gjë, kanë se cili në punë e tij, që për të. Edhe ka nevojë për ajë, ja largor pak. Çfarë të pëlqen më tepër? Më pëlqen më shumë pjesëmarrja e njerëzve. Duke qenë koncerti i bukur dhe njerëzit kënaqen dhe vinë. Ndryshe s'do ishin njerëzit. Duhet më shumë aktivitete të tilla. Atje sikur ditë për ditë. Ja shiko kalama, sikur ditë për ditë këtë aq më mirë është. Atmosfera është e mirë besoj. Atmosfera është e mirë besoj. Shumë e mirë. Aktivitetet e qendrës kulturore Vlorë do të vijojnë përgjatë sezonit veror. Çdo fundjavë, duke nisur nga data 1 gusht, do të ketë koncerte festive përgjatë gjithë muajit. Është zhvilluar në sheshin e Qerqiz Topullit në Gjirokastër një koncert omazh në nderim të instrumentistit dhe muzikantit të mirënjohur Spiro Mastora. Gjatë këtij aktiviteti kulturor ai u vlerësua edhe me titullin qytetar nder i Gjirokastrës pas vdekjes, akorduar nga Këshilli Bashkiak. Një muzikant i muzikës popullore nderohet më bukur kur muzika vazhdon dhe vallja bëhet pjesë e mbrëmjes. Një koncert omazh në nderim të instrumentistit dhe muzikantit të mirënjohur Spiro Mastora ka mbledhur së bashku në sheshin Qerqiz Topulli në Gjirokastër artist instrumentist, dashamirës të muzikës popullore, miq dhe të afërm të tij. Klarinetisti virtuoz u nda nga jeta para pak javësh duke lënë pas një repertor të pasur artistik. Së bashku me pjesëtar të tjerë të orkestrinës popullore të familjes Mastora, Spiro ja interpretoi plot talent në instrumentin e klarinetës muzikën popullore të jugut në skenat artistike brenda dhe jashtë vendit. Përgjatë këtij aktiviteti kulturor, ai u vlerësua me titullin qytetar nder i Gjirokastrës pas vdekjes, akorduar nga Këshilli Bashkiak. Certifikat qytetar nder i pas vdekjes i jepet zotit Spiro Mastora për gjithë ato çfarë ka bërë për artin, për muzikën edhe për vlerat muzikore popullore të jugut. Shumë faleminderit. Jep pranimin sot dhe Më mbrëma të falenderoj dhe unë nga ana time gjithë ju që keni ardhur këtu, të nderuar babain tim. Kam unë këtu, e kam pasur të profesor. Gjithë qarkun e bashkisë, para jotin që u morë me gjithë pjesën këtu dhe gjithë muzikantët që erdhën për të nderuar babain tim. Ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve. Ju lutem kaq edhe të vazhdojmë. Ka origjinën nga një familje, është familje muzikantësh. Babai i tij ishte violinist i shuar, edhe klarinetist, gjithashtu dhe vëllezërit e tij kanë lënë një emër shumë të veçantë dhe shumë të mirë në gjithë krajinën, mund të them në gjithë territorin e Shqipërisë, por veçantin që kishin ekzekutimin e valleve dhe të pjesëve muzikore, dhe jo vetëm nga dropu, nga gjithë Shqipëria mund të them. Kabaja është një gjë orkestrale, një pjesë orkestrale që luhet shumë në dropull, në fillimin e dasmave, në çdo aheng nis me kaba dhe mbill me kaba. Ishte ushtar i mirë Spirua dhe interpretote shumë mirë këto kabat. Edhe njerëzit e donin, e respektonin për këtë gjë, të gjithë muzikantët. Po në kohën e tij mund të them që ishte, për të mos thënë më i mirë, ishte nga më të mirët. Për të mos thënë më i miri. Njeri me shumë temperament në punën e tij, po njeri me pak fjalë dhe shumë vepra. Orkestrina e familjes Mastora, orkestrina popullore, ka luajtur një kontribut të madh në zhvillimin e jetës artistike të Gjirokastrës, po të mbarë krajinës, madje dhe jashtë të shtetit, me pjesëmarrjen e tyre,
me përfaqësimin e muzikës shqiptare në Jugosllavinë, në Itali, në Francë, në Greqi e gjithë. Spirua, si klarinetist, ushqua jo vetëm si një muzikant i përkryer, me një timull të pastër, me një intonacion mbar kombëtar, po njëkohësisht dhe një njeri i mirë, ishte një orkestrant i cili dinte të komunikonte mirë me shokët e tij të orkestrës, por njëkohësisht dinte të kuptonte dhe të vepronte me këshillat të drejtuesve muzikant, të regjisorëve ose të koreografëve. Nderin që i bën sot Bashkia e Gjirokastës është i merituar, i përjetshëm kujtimi i tij. Gjatë koncertit të mbrëmshëm, në skenë interpretuan 4 orkestrina popullore të zonës së Gjirokastrës, duke tërhequr interesimin e ardashësve dhe turistëve që vizitojnë qytetin e Gurë. Përgjatë sezonit të verës në Gjirokastër po zhvillohen aktivitete të shumta kulturore, të cilat shërbejnë si atraksione për vizitorët vendas dhe të huaj. Ekspert ndërkombëtar të udhëtimeve kanë përzgjedhur 10 destinacionet ideale për pushime ekonomike. Sipas mediave italiane, Shqipëria është një nga destinacionet më të përballueshme në Evropë, me plazhe të mrekullueshme, histori dhe gastronomi autentike, me çmime të arsyeshme. Nga deti me urat e Kristalda të Klientos në rajonin e Kampanjas në Itali deri tek plazhet Maknice të Shqipërisë, ekspertë e udhëtimeve kanë përzgjedhur 10 destinacione ideale për pushime ekonomike. Shqipëria cilësohet si një nga destinacionet më të përballueshme në Europë dhe vitet e fundit është kthyer në një nga zgjedhjet më të preferuara për pushuesit që kërkojnë plazhe të mrekullueshme, natyrë të paprekur, histori dhe gastronomi autentike me çmime të arsyeshme. Çfarë ja vlen të vizitoni? Samilin padyshim me ujërat e tij të Kristalta, Sarandën, qytetin historik të Beratit, Vlorën, si dhe parkun kombëtar të Butrintit, një nga thesaret më të rëndësishme arkeologjike të Mesdheut. Turistët mund të shijojnë plazhet e Rivierës Shqiptare, të marrin pjesë në ekskursione, të vizitojnë sitet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, të eksplorojnë natyrën dhe të zbulojnë fshatra dhe qytete me histori dhe kulturë të pasër. Duhet të provuar padyshim dhe gastronomia, duke nisur nga byregu tradicional, peshku dhe frutat e detit të freskëta, si dhe baklavaja, një nga ëmbëlsirat më të njohura të kuzhinës shqiptare. Shqipëria mbetet shuj nga destinacionet më të kërkuara nga turistët, por jo vetëm për pushime luksi, por edhe për pushime ekonomike. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.